Unë dasha juve me tregu se shumë më kanë pyet çish po shtatzon edhe çish ka ndodhur ç'ky rast. Se normal unë kom pas planin si vjet mos po kun shtatzon, nashta mas 1 vjet a 2 vjet. Po ka ndodhur se unë e kom marrë do barna se me ka shku doktoresha, mjeki, me ka shkru ekstra se mas lindjes operacionit kom pas shumë të lashe me periudën, ciklus, edhe shumë me ato thjesha çka kanë gratë, siç thënë shqip, edhe shumë të lashe kom pas, edhe çatu barnat me ka shkru, e kanë emrin Menti Pfeffer, Augustatono që shtot, edhe me çatu i kom bo link një story për para, edhe çatu barnat shumë tepër më kanë një muj e kom morë parmenon një muj e kom morë, edhe ju mbo 7 zonë, edhe se kena prit heq, edhe shumica më kanë shku se njëjtin e kanë ndodhur. Njëjta. Dhe ata s'kan pas as plan më kun fill 7 zonë, po ju mbo 7 zonë puna çatu barnat, edhe shka ekstrem më kanë shku njerëz, gratë, se e kanë thonë doktorët, hej, ti kur s'munesh me lind, a kur s'munesh me bo fëmijë, edhe ku i kanë morë tani çatu barnat, ju mbo 7 zonë. Pra mendoni, e çatu barnat janë normal vetëm për tishat shka e ki, sakt më anë qatë dit që shë ki normal, e ju më anë që shkan qef. Qashtot mu më kanë dorë. Edhe njëjtin gratë tjerat, edhe shumë gratë, se e kanë thonë doktorët ju s'muni me lind, puna qatu barnat ju mbo 7 zonë. Parmendoni sa shumë kanë shku gratë se ju mbo 7 zonë puna qatu barnat. Shumë ju më çudita, dhe njëjta shka më kanë ndodhur mu, edhe atyve ju kanë ndodhur. E dasha juve me të regu të nërë shqip, shka kom po gjemonisht, u konë pytja se më kanë shku da, oh my god, fëmija 4, pse po gëzohesh, se e ki 3 fëmi, edhe dasha juve në me jë thonë që shka, a është fëmija par, a e 2, a e 3, a e 4, a e 5, a e komedi qka, gjithë kena më gëzu, se është gëzim, shtatzania është gëzim, se 10 muj e moj beben e mbark, rritet e mbark tem, është gëzimi jon, është i pare, është i dyti, është i trete, është i 4, nuk na intereson, është gëzim. Edhe kur nuk gëzoni ju për të kanë, tani mbylli gojen edhe më s'falni hiq, më thoni sen, se krejt ata gratë janë shtatzan edhe ju nuk keni më gëzu me shtatzanin e dëkuj, tani më sheni vetëm gojen, okay? Kur nuk ju pëlqen juve, se ju s'keni me rrit qatë fmi, ju s'keni me majt qatë fmi, ju as nuk në animoni, vetëm mbyllni gojen, se shtatzania është gjithë gëzim për nona, edhe unë dosha juve mi u tregu me boqet muhabet pak normal, edhe më gëzu për njerës, se shumë keq është edhe e një dukush vetën është ta keq, kur nuk gëzohesh ti për ta, është gruaja jote, është motra jote, është konata jote, ako me ditë kush, vetëm gëzoje për ta se nuk është mirë. Qato thash, edhe për mu jeni gëzu ju qatë shumë, si më pas ju mu motër, ako me ditë qka, apo qatë shte për jeni gëzu ju me mu, edhe shumë ju falemindera juve, se së kom prej qatë shumë që jeni gëzu ju me neve, edhe po, shumë tepër më ka arë mirë, edhe familja jem, shoqënia jem, krejt ju ngëzu shumë tepër.